Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave, kjo konferencë sot është thirrur për të shprehur indinjatën dhe shqetësimin tonë të lidhur me qëndrimet e Bilal Kasamit të prezantuara në një intervistë në televizionet nacionale. Qëndrimet e tij për çështjet jetike të shtetit dëshmojnë qasjen thellësisht të papërgjegjshme, mediokre, shqetësuese dhe të rrezikshme, ashtu siç dëshmojnë edhe nënshtrimin dhe vazalitetin ndaj nënshtruesit të tyre në qeveri. Është skandaloze dhe e turpshme që me bllokimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë së Veriut të fajsohet Bashkimi Evropian, duke treguar mosnjohje elementare të këtij procesi, ndërsa pa fije turpi gënjyen qytetarët se pjesëmarrjen në qeveri do ta kushtojnë me ndryshimet kushtetuese. Të dashur qytetarë, dihet botërisht se Federata Ruse është jetësisht e interesuar dhe po investon gjithçka që Maqedonia e Veriut dhe shtetet e tjera të rajonit mos të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. A është e rastësishme që qëndrimet e Bilal Kasamit të jenë në pajtueshmëri të plot me interesat ruse në Ballkan? A janë këta njerëz të vetëdijshëm se ju shërbejnë këtyre interesave? Apo ndoshta po e bëjnë këtë? Ato flasin për suksese në ndërkohë që prishen në mënyrë të pariparueshme balansat etnike në shtet, që po sabotohet ndërtimi i korridorit 8 dhe lidhja me Shqipërinë, po sabotohet ndërtimi i autostradës që lidh me Kosovën, dhe për këto sabotime ditëve të fundit po lavdërohen zyrtarë të lartë në Beograd. Ndërsa bota serbe, ashtu siç tekstohet edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian, po shtrin gjithnjë e më shumë ndikimin e saj në çdo sferë të jetës në Maqedoninë e Veriut. Për çfarë suksesi po flasin, ndërkohë që përdorimi i gjuhës shqipe po sabotohet me një ritëm të përshpejtuar, pasi që u hoq balancuesi dhe po dëmtohet rënd edhe përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione shtetërore, dhe në ndërkohë që demokracia konsenzuale së bashku me marrëveshjen e Ohrit po rënohet çdo ditë. Për fat të keq, sot gjendemi në një realitet ku shqiptarët e Maqedonisë së Veriut përfaqësohen nga lloji politik i Bilal Kasamit, të zhytur në krim, dhe politikën e shohin vetëm në prizmin e zhvatjes së pronës publike dhe të krimit që po zhyten gjithnjë e më shumë. Koha për përgjegjësi politike do të vi shumë shpejt. Faleminderit.